Nëse unë jap sadaka para tjerëve me pasurinë time, a është kjo në rregull? Në fenë Allahut Azza wa Jall sadakaja mund të jepet në dy mënyra. Mund të jepet fshehtas, mund të jepet haptas. Cila është më e mirë? Më e mirë fshehtas. Mirë, po, a ban me dhon haptas? Ka raste që sadakaja jepet edhe haptas. Nëse është për nxitje edhe të tjerëve. Unë e kisha dhon fshehtas, ama tjerët nuk e din. Nëse unë e jap haptas, edhe tjerët do të vinë pas meje. Niyeti është për Allah. A lejohet në këtë mënyrë? Lejohet në këtë mënyrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej rasteve erdhën disa njerëz që të kërkojnë ndihmë, ishin nevojtar. Sa ishin nevojtar? Ka në hadith të zhveshur, të zbathur, ndoshta me pak një veshje dobët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i pa në atë gjendje, i thiri sahabët. Pastaj kërkoi prej atyre që t'i japin sadaka. Mirë, po një prej atyre i kishte mbush krahët. Shtukar, i kishte mbush krahët me ushqim, me veshje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh gjendjen. Vjen një sahabi, i ka mbush krahët. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkëlqeu fytyra, i buzëqeshi fytyra. Elhamdulillah që ka dikush që do t'ju ndihmon. Kur e pa sahabe tjerë, u ngritën edhe ata, morën pasuri që t'ju japin atyre. Do me thonë, kjo ishte si nxitje e atij njeriu për gjithë ata tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush e fillon e nis në Islam një punë të mirë, e ka shpërblimin e krejt atyre që do ta vazhdojnë atë pa ju mangësuar atyre fare.